Po flasim për periudhën 79 edhe 79, kur ka qenë Jugoslavia socialiste në pikun e saj më të madh, më thonë, kur të ardhurat ka qenë më të mëdha e tjera. Por ajo që ka deshta unë se ty hynë në skenën teatrore të Beogradit, në fillim, qysh në fund të 70-ave, fillim të 10-ave, jeje tablum, dhe atër ndodhin demonstratat të tellët e Nishit, dhe Bekimi largohet nga teatri në shaj proteste për valën e antishqiptarizmit e tjera. Faruku më duket izolohet për një kohë, nuk e mbaj mend, po mbetet në film. Faruku ka qenë dhe ashtu i filmit. Si e nditi, çfarë ka qenë ndjenja në Beograd në atë kohë? Shive, Bekimi nuk është larguar nga teatri për bojkot. Nuk është e vërtetë, është gjyna me thonë çka s'është, po njerëzit flasin. Ka qenë roli Stalinit. Ajo është tjetër, ajo prej shfaqjes, jo prej teatrit. Prej shfaqjes. Po prej asaj shfaqje unë më largu shumë herët. Se ai, po se kam bë të madhe. Sekondit. Po jo, po se kam bë të madhe. Pse? Se për mua teatri ka qenë diçka e përditshme. Atë leja po flasim, apo po në teatri përgjithësi. Po. Përgjithësi, se unë kam punuar shumë teatr. Teatr kam punuar. Shive, për dallim prej Bekimit edhe Farukut, Bekimi është largu nga teatri Jugoslav Dramatik për shkak filmit. Se nuk e lejonin me xhiru, se ka pas logjik, se ka pas prova, o andej, o këndej. Konflikt interes. Edhe ky ka shku në film, që s'ka gabu. Ndoshta edhe unë e kisha bërë të njëjtën, për se kam pas atë fat. Ti ke met shumë besnik teatrit krejt kohën. Po, ashtu kam qenë, e kam pas edukatën e tillë. Unë shumë jam shkollu për me lujt vetëm në film. Se shive aty dallim shumë i madh, kamera edhe teatri. Ajo është si këngëtari i operës, që këndohet pa mikrofon, edhe këta që këndojnë me mikrofon ose talava. Ose është edhe një element tjetër, në teatr ti e kontrollon gjendjen, ndërsa në film e kontrollojnë kamera, post-production e tjera. Shive, unë e bërë një shembull shumë bukur, besoj që e kam mirë dhe më një të sakt, se në film, televizion, së është si para kamerës, gjithkush mundet me luajt. Gjithkush. Edhe kam pa filma ku Majmuni lunë shumë bukur, Kali lunë shumë, Qeni, Foshnja, lunë shumë bukur, amatorët, njerëz të rrugës. Lunë kamera, në fakt. Po, vërtet lunë montazha. Teatr është e pamundun me lujt Qeni mirë. Ase kam lujtur edhe me Kali edhe me Qeni teatr. Edhe 8 ditë ma kam prish shfaqjen. Është e pamundun, ose me fëmijë, nuk luhet. Teatri don, shive, nuk mundën këta talavaxhit, këngëtarët me lujt në opera. Ikin si prej dreqit. Nuk mundën, ajo është krahasim shumë i madh. Unë kam pas ambicie artistike, edhe kam arrit. Shive, unë prej 100 roleve, 95, i kam role kryesore. Në teatr. Qaj tash pak, ndashta pse po alla shtisëm, tatë me një fjali. Unë jam i vetëm jo sërb, ose jo bosnjak, ose njeri që se ka gjuhën anëtare sërbishtën, që ka arrit me lujt role kryesore në për gjithë ish Jugoslavin, në gjuhën sërbo-kroato-bosnjake, edhe malazeze, si dush. Sepse kam pas profesorin shumë të mirë të diksionit, Dr. Branimir Gjorgjević, Rameti pas shpirti, cili ma ka shti në zemër dashunin për gjuhë. A i thoshte pa gjuhë s'ke ka shkon në skenë. Film mundësh. Përmirësohesh, teatr, jo. Edhe vërtet kam punu në gjuhë. Çdo të shtunë e diele gjithë ditën. Edhe kjo ka bërë që unë jam i vetmi ndoshta aktor që kur kam folë në skenë, jo në jetë kam gabuar dhe sot gaboj, por në skenë s'ka pas shansa me ditë për nga jam. Ti kem Beograd shumë aktor që janë 20-30 vjetë, ato e din kur në shqiptim se nuk për nga është. Nga cila pjesë e Serbisë. E të unë nuk është marrë vesh. Në rastin të ndasë në Shqipe nuk dalot, sepse ke investua edhe në gjuhësi. Po e vërtet.
sepse gjuhën ma ka fut profesori këtë dashuni. Unë kur shkova në Tiranë me lujtë teatër, thash, keni kujdes me kem Poljuni, unë do të flas ma mirë shqip se ju. Unë ju them sinqerisht. Unë tash me që pak e kam dëgju shqipen, ma mirë, unë tash e njoh, edhe pse lunë në Tiranë me vite, e di që nga Vlora, o nga Shkodra, o nga Himara, apo... Është i famshëm këmbimi yt me një aktor I cili thot po ikim, e ti thu po pse të ikim kur mund me ndriçin gjepën, ndriçin gjepën. Dejta me tekstën ta, jo me të, po me shoqni, thash, më duhet më shkurt se kam punë, ndriçimi ishte këtu, nuk qoha, tha, mirë, ik, tha, ik. Them, kujt pithu ti ik? Po ti mëra po të thënë? Ik? Kujt mëra ti pithu ik? Unë isha të re, më që ik, pithu të në verit ik. Si mërë që më thëmë, pa deshte me ikë, thash, jo s'deshta me ikë, pa qka deshta me shku. Pa mirë dhe shka. Aty e kuptoha dalimin në mes ikë, se ikë të ne është ofendim, ikë shparu. Eshte bukur kjo, po e vërdet. Sotja përmendja te. E deshta veç me kry këtë muhabetin e Bekimit dhe Farukut. Bekimi prej fillimit ka lujt në film. Teatr s'ka lujt kur, ka lujt në Prishtinë. Ka pas shef, se çdo artist, çdo aktor, ka dëshirë me lujt teatr. Aty e tregon vetën. Edhe është pak qallon me lujt. Hamletin duket ka dashur me lujt. Jo. Ka dashur me Hamletin ka lujt Bekim Filmiu. Po dhe? Këtu. Bekimi. Fola për Farukun. Por e ka lënë. Okej. Unë Hamletin e kam lujt në Beograd. Ajo ka qenë një prej roleve të mia para fundit. Ose ashtu diçka nuk kujtohet. E kam lujt në Beograd, nuk ka qenë lehtë. Nuk ka qenë lehtë. Edhe aty e kam ndihmu vajzën time, çikën time, Hanën, se ka pas qenë me qenë aktore. Edhe unë isha në Beograd, erdëm këta Valbon, gruaja me Hanën, edhe u qunë mëngjes, o, bab, s'është mësume, pa mund 7 mëngjes, unë qëmë ka ora 8, 9, 10 që në teatr. O, mi mëngjes, bab, kur je qu? Thash që se më qu, po kam punu të natën, pse kam punu rolin. Hamleti nuk është I letë. Mirë, nesër, o, bab, mëngjes, pse që ka qetë, thash që kam punu të natën. Një 3-4 ditë, njëtë, tha, babi, a din qka, thash, urna, kam vendosë, mos me u bo aktore. Thash, pse? Ka me du që është letë, kështu mos me flajt për nata, jo, mos du me qenë. Edhe më kurse ka përmenë. Ta pas ka pa hajrin. Po, jam varet për ambicie, unë kam pas ambicie. Nuk kam duru, unë nuk hynë punë teatr. Pa bind vetën se jam maj mirë në botë.